Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Jam këtu pranë jush për të sjellur të rejat dhe për të komentuar në fakt të lëvizjet më të fundit. Dua të ndaloj tek lufta tashmë e hapur mes Klodit edhe Elionës. Eliona dhe Klodi kanë tashmë një luftë të hapur virtuale, një luftë që në të vërtet nuk është hapur nga Klodi dhe Eliona, por ka rënë në sy nga fansat e tyre të cilët i ndjekin hap pas çdo hapi. Unë uroj me zemër fillimisht një herë, sepse kam ato rezervat e mia për këtë lëvizjen që po ndodh. Uroj me zemër të mos të jetë një mekanizëm marketingu, sepse Eliona duhet të jetë pjesë e projektit Supernova, por për disa arsyeje, shkaqe shikueshmërie, Supernova është shtyr 2 herë dhe nuk është realizuar pikërisht këtë verë, edhe pse Supernova është një spektakël pothuajse veror. Tani, le të futemi brenda çështjes. Ka ca ditë që po komentohet një Instagram i mbyllur për herë të dytë nga ana dyshohet nga ana e Elionës apo menaxheri të Elionës kundër drejt Klodit. Klodi në TikTokun e tij ka bërë një postim ku ka shprehur atë shqetësimin e tij përse ja kanë mbyllur Instagramin. Këtë postimin unë e kam postuar ditën e djeshme, ku Klodi flet me shumë zemër të thyer që shpunkeni ju me Instagramin tim, sepse unë kisha aty dhe kontratat e mia që kisha bërë me kompani italiane. Nga ana tjetër, publiku menjëherë ka filluar hamendësime të ndryshme që këtë problemin mund t'ja ketë bërë menaxheri i Elionës. Menaxheri i Elionës njëkohësisht ka komentuar në storin e tij që ai nuk i mbyllën Instagramin një mashkulli që e tradhton femrën e tij me një mashkull, që automatikisht i shkon goditja për Klodin, edhe menjëherë ka nisur hamendësimet për londrimin, që marrëdhënia e tyre që ka qenë me londrimin, afrimiteti i tyre me londrimin, momenti që Eliona u lidh me Klodin dhe u largua londrimin nga kjo dyshe, këtu ka plas tani më e gjithë ngjarja. Eliona në Instagramin e saj ka bërë të ditur që ajo dëshiron që të ndanë periudhë edhe kohë me familjen e saj. Ka familjarë të cilët i kanë ardhur nga vendet e jashtme dhe dëshiron që të fokusohet atyre, ndërsa Klodi ka komentuar ditën e djeshme që e gjitha kjo ngjarje që po bëhet nuk i takon Elionës pothuajse. Dhe tani po ndodh, çfarë po ndodh me dyshen, a kanë përjetuar ndarje apo jo? Unë mendoj që Eliona dhe Klodi mund të kenë ndonjë krisje, mund të kenë ndonjë inat me njëri tjetrin, por jo që kanë përjetuar ndonjë ndarje, sepse ndarja është tjetër muhabet. Eliona nuk ka thënë diçka për ndarje, por dyshimet e mia janë që gjitha kjo lufta e madhe mund të jetë një faktor vetëm e vetëm për klikime në Supernovën, sepse do startoj Supernova dhe i duhet me patjetër audiencë, nga mënyra se si ka ndodhur historitë e tjera të audiencës, mund të jetë edhe kjo një pikë për rritje audience. Nuk ka një informacion të sakt për ndarjen e Klodit edhe të Elionës, por nga gjërat në fakt që janë në hapje, gjërat që janë në dukje, ato që ne i shohim, ato që ne i komentojmë, duke qartasi që ka ndodhur një ndarje mes Klodit edhe Elionës, por një konfirmim nga ana e çiftit nuk ekziston.